Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Jam e dështuar në dashuri. Heidi Baci habit me deklaratën. Heidi Baci ka bërë një deklaratë sinqert me nota ironie lidhur me jetën e saj sentimentale gjatë pjesëmarrjes në emisionin e mëngjesit. Ish banorja e Bigut, e cila u bë protagoniste në një romancë shumë të përfolur me aktorin Romeo Veshaj, i dha fund lidhjes pak muaj pas daljes nga shtëpia, një ndarje që ndodhi në heshtje, por që të roqi vëmendjen e mediave. Tashmë, në krah të Blendi Salajt, Heidi tregoi se ka ndryshuar qasjen ndaj dashurisë dhe nuk jep më shumë opinione për çështjet e zemrës. Ajo shprehu se përvoja personale ka mësuar ta pranojë gabimet e së shkuarës pa stres dhe me një frym sportive. Këshilla dashurie nuk jap më, sepse vetë kam dritur. Ndonjëherë njerëzit duhet të gabojnë që pastaj të mësojnë, tha ajo duke u referuar indirekt eksperiencave të saj personale. Deklarata e saj tregon pjekurinë dhe reflektimin mbi marrëdhëniet e mëparshme, duke i parë gabimet si një proces të domosdoshëm mësimi dhe jo si dështime. Heidi duket e qartë se ka gjetur një mënyrë për të përballur të shkuarën dhe për të ecur përpara në jetën sentimentale. Me këtë qasje të re, ish banorja e Bigut duket e vendosur të përqendrohet tek vetja dhe të shijojë momentin, duke marrë mësime nga eksperiencat e kaluara dhe duke ndarë një mesazh të rëndësishëm për ndjekësit e saj.